Edhe këtë 16 qershor është përkujtuar në qytetin e Shkodrës vrasja e 17 vjeçarit martir të demokracisë, Pollum Pollumbi. Ai u vra më 16 qershor të vitit 90 në kufi. Motra e tij Lula Pollumbi kërkoi që ata që kanë kontribuar në demokracinë e vendit të kujtohen, ndërsa tha se drejtësia më e madhe për këto viktima është të punohet për të ardhmen e vendit e të rinisë. Të Ramit dhe ata që kanë kontribuar në demokracinë e vendit, do t'i kujtojmë sa të paktën të rit tonë, që është ardhmja e vendit, rinia është ardhmja e vendit, të mos i harrojnë, punojnë dhe të ecin përpara. Kryetari i shoqatës së të përndjekurve politik në Shkodër, Zenel Drangu, ka një apel për qeverinë që të gjende neshtrat për të vrarët në Kuç. Nga Shkodra, qeverisë në Kuç, radistacioni, ka njerëz që janë të vramë atje, që kanë vëndi rrethum, nuk ju gjendën nesër. Apeli im ndaj qeverisë është që ndërhyjnë pranë ministrisë së brendshme se i kanë dokumentat. Për sa i përket punimeve në ish-burgun e Spaçit, Drangu tha se nuk kanë të drejta të tjetërsojnë dhomën e takimit, duke bërë dhomë moderne. Po nuk kanë drejt ta tjetërsojnë dhomën e takimit, pra të bëjnë dhomë moderne, sikur na kena në dhomë, najon dhe me tavolina, me familjarë tonë që na kanë ardhur. Pas ka kënë ashtu. 35 vite më parë, Pollum Pollumbi po tentonte të kalonte kufirin në kërkim të një jete më të mirë, por ai u ekzekutua në mënyrë barbare nga persona që i qëndronin ende besnik regjimit.